Unë jam Rita Let Gjeka. Sa ma shumë plakem, aq ma shumë njihem krenare me emnin e babës tem. Fotografia që unë kam mas shpinës është një fotografi e vitit 1956. Fotografia e themeleve të këtij teatri. Baba jem me disa miqë të tij ka drejtu punimet e këtij teatri dhe lidhjet e mia me teatrin janë pa lin alaun. Sepse baba e kishte pasion se ishte ndërtesa më e bukur në qytet, e me thonë drejtën edhe sot është prap ndërtesa më e bukur në qytet. Normalisht nuk është e bukur vetëm si ndërtesë, është e bukur edhe për të shka ka mren, është e bukur edhe për ju që vini. Unë e kam thënë gjithmonë që Shkodra është e mushën me talente, por gjaja ma e talentume që shkodran kanë është spektatori. Kjo fotografi është shumë me rëndësi, kjo është super rëndësi, diskutohet, sepse unë shqyqyrë që kam këto fotografia të fëminisë teme, se me siguri kam kene lumëtun, në bazë të qashofë, se për sa vje që jam unë nuk e moj mend a kam kene lumëtun. Unë e di vetin të lumëtun gati gjithmonë, dhe ma mërmenja edhe fëmi kam kene lumëtun. A pat me fotografijet e mija, apo do në me luan baben? Këto jam të pusi i qobejve, se nënadaja jeme është qobej që dhe ata kishin në oborin e ty në një pos. Vetëm i ka që ma i mëndë prej kësaj kohë, sigurisht, nuk ma i mëndë ma shumë. Ma nej, nuk e dija, kena foto tjera, unë kam pru disa të fëminis, kja është fotografia e klasë parë. Në klasën e parë, unë si personazh goxha i vëmendshëm, ose nuk dija si me e përcaktu vedin në fakt, unë kam hinë klasë parë në vitin 1967. Pra unë jam 1960 dhe shkollën unë e kam fillu në 67. Pikërisht në vitin kur nolli hataja në Shqipni. Fillur me shem kisha xhamia, si që shumica për ju shedi. Një moment caktuar, ishte diku ka gjysa e shkurtit dhe këtë nuk mundë me harru, sa është shumë e rëndësishme. Mësusja jeme Valentina Pali dritë past, më qënë edhe më thot qoti se je shkath në recita. Një poezi që kisha mësu në shpije dhe unë isha krejt e binun që ajo që do të recitosha ishte poezia ma e bukur. Jo vetëm isha e binun, por jam prap e binun që është poezia ma e bukur që unë kam recitu në herë. U qova në klas edhe fillova me një patos si që kanë fmit në fakt. Ati hynë, qien qil, shejt nuk joft e mnyt. Zysh gadi sa si ra pika. Më ka për zhelesh si kam ken, shumë bukur ik. Sigurisht që i lajmëroj në shpi që unë e kam bakët urti, dhe në shpi më thane, nuk është poezi për shkollë, kja është vetëm për shpi. Dhe unë gjithmonë e kam ditë që këtë poezi mundë me recitu vetëm në shpi. Me gjithate, unë këtë poezi vazhdoj me recitu edhe në për kuintat e këti teatr. Dhe të ashti po më vjen mend një herë, ka ken atje sipër Fatmir Gokovi, është një teknik i teatrit Migjeni, ishte antar partijet. Më ka pa ty ba kryq atje, edhe ka ardhe më ka thanë, Rit, mas len namë se më fusin burg muja ty. Unë gjajnë ra e thanë faleminderit publikisht, Fatmirit dashtën, dajës. 15 vjeqe, në vit 2 gjimnaz. E veshën ushtarake se bashim edhe zbër. Një ditë bukur, unë dal në dritaren e njenës prej
klasave që në bashim mësim, edhe shof që komandanti i shkollës, po bante ushtarake ma ta pushte drunit të pokës tonë e tjere. Mirë, po të kënë se i qaf mi urt, nuk mujta me nej shumë e qetë, dhe i thash, komandanti mos të harrojmë që e ka pas emnin Gjën. Edhe unë dalin në dritare edhe i thamë, ka urnu kapitan Gjoni një ata arma, po i dërzoni. Komandant Gjoni propozdoj për jashtimin tem nga shkolla. Drejtor shkollet në atë periull ka kënë se Lacena, super burr. E gjeti mënyrën për me binë komandant Gjonin që do të merte masat ashpra, dhe të marrasi i shput që nuk di me ju diftu. Unë pështova pa u përjashtu, komandant Gjoni u knaq. Kja është periulla e shkollës mesme. Unë kam ma qef me fol për shkollën e naltë. Ne këtu jena 4 shoqe të ngushta. Kena 44 vjetë që jena mike, ose për kamerat 24. Pra, në këto 44 vjetë të shkollës, unë kam boll me fol, por ju keni me hangër dhe dark, kështu që nuk është e mujtën me i thanë të në muhabetet e mija. Në shkollë unë kam shku me vështërsi, du prap me gjetë rastin me falenderu Sul Bushatin, i cili ka ken sekretar partijet në kohën kur unë kam shku në shkollë. Sepse ai me një fjalim ka që në shkollë. Vajza e ku jem, tha. Unë me thanë drejten pula kry dhe në fund kamve, sepse e disha që baba kishte ken burg politik. Vajza e Let's Gjeks, i thash kështu si me. A e din, tha, se Let's Gjeks ne duhet me i ba një bust para në shenes. Me thanë drejten, kja është një fjali që kam me njek mrapa diri sot i mjulli sytë. Edhe sot unë gjej rastin me falenderu këtë burë të meqem e qytetarë të Shkodrës. Edhe në shkollë të naltë nuk kam lanë pa ba mrekullina sigurisht, por nuk kam lujtë me që me i diftu këto. Këtu jena pothuj se plaka, them pothuj se kam frikë se i vjen keq atyre tjera, se për veti se kam atë problemit. Unë kam kënë në një kursi 85-ës quhena, që me thonë drejten janë të gjithë shumë të talentum. Klasa jonë ka qitë edhe ambasador, na kena edhe ambasador, Petrit Malajn. Ambasador i Kosovës, po ambasador të prapë. Di me thanë se në ditën e fundit të shkollës ne ishim të detyrum me përmush një fletë format ku duhet të shkrushim se qëpar komunistat kena familje. Vjen Kadrije ka pasem një shefja kuadrit, ala i kam në vesh ato takat e saj se kisha gjithmonë frikë, kuptohet arsyeja. Ha me gje ka shkruj dhe ti, sepse unë nuk po shkrusha asgjë. Një shok, që e dite shumë mirë se kush jam, i tha Kadrije, kjo s'ka komunike. Me thamë drejtën një ashtu ka kënë. Këtu është dita e martes teme. Unë jam martu në 97-ën. Me 9 shkurt, imaginoni qëfar datet. 3 ditë para se me pas lufta, e 97. Me Gjorgjin, kam da një jeti ashtë zakonisht bukur. Unë e mi që mundë gjithë kush me pas lakmi mardhanjen teme me Gjorgjin, edhe sot. Unë në shpit kam hi me 2 prill. Në 2 prill datën e masakrës. Unë kam kënë në shesh me 40.000 tjere.
Edhe në momentin kur na ka shty policia në oborrin e Gjorgjit. Pra, unë kam hinë shpinë teme, pa e ditë sa jo ka me u ba shpia jeme. Shpia jeme është kilometri 0, marrëm vjen me u thonë, po kena bo apartament se s'kishim lek për tjetër gjë. Jetoj me kujtimet e Gjorgjit, shumë kush e njeh Gjorgjit, nuk e di sa vetë e njohin këtu, se edhe nuk shoh krejt mirë kush ka ardhe, kush ka ardhe. Gjylin e mundit vetëm shoh. Nejse. Jeta jeme me Gjorgjin ka kanë shumë e bukur, ja uroj çdo vajze e s'parit vajzë teme. Sepse por nuk u njiva në fakt, në takoj shumë shkurt. Se do të thoni veti e martu vonë, është të drejtë, se 10 vjetë përpara se me njoh Gjorgjin, ma ka propozu Zyli Miloti mere. Edhe i thash ja. Pyteni, ju betohem që ashtë kështu. Kja është vepra artit ma e rëndësishme jetës teme. Kam zgjell këtë foto për me ju diftu të tanëve se vajza jeme është diplomu. Kja drita dilit e nënës vetë. Unë për me pas Silvian, Silvia ka emrin e gjyshes vetë, po për me pas, unë që mos kërkush, si të në punë të mija, më është dasht, shumë ma mund se ju të dashtu në gra, nëna dhe motra. Sepse, po pëse po ju adiftoja si fije? Hiq ma, hiq. Kam hekzime e ba, por e kam ba si drit dilit. Gjithmonë kam thënë se unë kam një djalë e një vajzë. Djali për mu është teatri, vajza është Silvia. Teatri për Silvien nuk ka kënë kur gjeloz. Po Silvia për teatrin, gjithmonë, edhe më ka vunë dukje, e unë ala sot emocionohem prej faktit se ishte shumë e rejë në fakt, edhe më thote, ti dënë ma shumë teatrin se mu. Sepse unë e kam gdhirë dhe ngrysur, këtë e kam për kamerat, në teatr. Kam nej shumë gjatë në teatr, jo vetëm unë, po të gjithë aktorët e punëtorët, sidomos. Bajse. Aji. Tinka Kurti, ma e madhja e të mëdhajave, të mëdhenjve. Të Shqipnis. Nuk i del kush para kësaj gru, nuk diskutohet. Kam kënë para 4 ditve, e kam pa, kaj herë takon, po faleminderit Zotit që ka qitë Zoti Harresen, se fjala e parë që më tha, jam ba nervoz me zefin. Për të birin i cili nuk jeton ma. Faleminderit Zotit që harron kjo gru. Këtë foto, për nësë kena vetëm mretnesh, na kena dhe princesha. Foton me Tinken një dhash Sabins me knatësin më të madhe sepse kisha nevoj për një detaj të vogël. Kur unë marrova shkollën e nalt, partia e patë arsyshme që të shkosha në Peshkopi. Sepse sa po ishte hapur teatri profesionist i Peshkopis. Me rritë si qojnë nervat kër e thamë këtë fjalë, por fakti është që unë u emnova në Peshkopi. Një atë moment, e mbla do të shkote ushtarë, se nuk mujte me shku, ka shku 21 vjeç ushtarë, që mos kërkushi, sepse s'kishim më lek me shku edhe i ushtarë dhe në shkollë, s'kishim. Si përfundim, baba tha, po gjajmë i punë qëfare do, se ti në Peshkopi nuk jeti u shku. Takojmë në rrugë, Tinken, edhe i kjajmë këtë halë. Edhe Tinka, si kurqë dhe malcore e fort, jo se kishte këtë nevoj, po më tha, letë sa unë edhe 4 muaj e kam me dalë në pension, jam ty dalë që i sot. Dhe doli në pension për me mliru vendin mu.
Edhe mu ta jetën ka rrejt menja, se ti më liru vendin, pa bëhem si aja. Ju nuk ta që diteni me këtë foto, po për mua është nërma të rëndësishme e jetës teme artistike. Non è solo uno spettacolo, që dënë me thanë për ju që s'dini italisht. Shfaqja e fundit e jemja si drejtorish, është vizita e vumën në skenë nga Davide Jotiqe, 3 vjetë për para dhe me të cilën ne alasot bëjmë turne. Bëjmë turne sa është një shfaqje shumë e mirë dhe kena fitu disa çmime. Masi unë kisha ra dakord mendimin e Jozef Shirok që bate tona e-mailit e tona gjanat e botë si Banjozi është një menaxheri jashtëzakonshëm. Kishim ra dakord me regjizorin, ne do ta bashim shfaqjen pa dhënë asnjë lek. Dhe kjo për mu ishte shumë e rëndësishme sepse edhe kur hiqin spektatorët më dukshin si 500 lekë. Ka që kisha mendën se më kërkoshin planin e çanta historinët. Ma be drejtora, shkot. Kur filloi shfaqja, ba me një workshop shumë interesant, të gjithë rolet që janë, jena 10 personazhe, autori, mendimin e regjizorit i ka qep si mas trupit në i ka qep. Pra në është që rëndësishme, që bukur shfaqja. Mirë po, u pa e arsyshme që pa e maru këtë shfaqje, on me dalë në pension. Kam dalë në pension me 18 gusht. Edhe këtu që mos kërkush, pikë verës. Dola në pension dhe puna do të fillote me datën 3 shtator. Do të vite regjizori. Shkume me Jozin me i marë në Rinas, erdhme, fillu me punën, edhe 3 muaj mrapa ishim pa drejtor. Unë du me gjejtë rastin në këtë moment, emocionohem shumë me më falni, me falenderu të gjithë punëtorët, të cilë nuk kisha nevoj as me i shikju, sepse rrishin kam shumë ma shumë se kur kam kënë drejtor. E du me i falenderu me radhë, e jam e sigur që nuk harroj asnjë, sepse i kam të tanë i të në zemër. Filloj me Mikelin, Bledin, Benin, 2 Marka, Arjanin, Driten, Tanin, e në fund po jo nga rëndësia, Naqen. Që kishte me kenë Leonardo Di Guga. Këto njerëz mu më kanë rrit, me këto njerëz unë kam hangër, me këto njerëz jam një artiste, me këto njerëz jam gëni që s'din kush me kallëzu. Nuk e kanë qa kryt hit se e kanë ditë shumë mirë, se sa ma shumë të bërtet, as ma kote kam. Kështu që më vjen shumë mirë që mu dha mundësia me i falenderu publikisht, sepse ne bajmë art të madhë, bana tanë artista vesh në godit në nuk din kush me kallëzu këpuc me taka që po hejru, por, në fakt, po ata nuk. Du me falenderu shumë Sabinën edhe Bertin, të cilve i ka shku menjat e onë. Sepse mu me thanë drejten kishte marrë shumë malli më rëgjën, me dalë në skenë, njëri pa dek, nuk e lëshon në skenën, nuk dhip të dorë me ma hek kotë. Faleminderit për dur trokitjet, janë muzika ma e bukur që linë vesh të mi.